ti nuk ke më kohë për mua. Për ty, çka flet ti? Unë jam gjithmonë këtu. Po ti sepse ti je gjithmonë i zënë, nuk flasim më. Mirë, a mund të qetësohemi pak? Madje nuk më çove as për fundjavë diku. Ti nuk je kur këtu. Shoqja ime shkon në pushim çdo ditë. Ti vetëm punon dhe je i lodhur. A më do ti mua apo jo? Unë punoj fort për të paguar qiran, për të bler ushqime dhe për të mbajtur një çati mbi kokat tona. Po e lodh trupin tim sepse më intereson për ne. A të intereson ty? Ky debat ndodh në shumë familje sot. Shkëputja zakonisht vjen nga mënyra se si e masim dashurinë. Gratë shpesh e matin dashurinë përmes kohës, vëmendjes dhe fjalëve. Burrat shpesh e matin dashurinë përmes sigurimit, mbrojtjes dhe sakrificës. Kur gruaja ankohet, ajo nuk po përpiqet të jetë mosmirnjohëse. Ajo thjesht ka nevojë të madhe për lidhje emocionale. Por kur burri e dëgjon ankesën, zemra i thyhet sepse djersa dhe puna e tij e lodhshme janë letra e tij e dashurisë për familjen. Shikon nga afër se si Islami e sheh një burr punëtor. Në Islam, një burr që del për të fituar një jetesë halal për familjen e tij, nuk është thjesht duke bërë një punë. Kjo është një formë e lartë adhurimi. Profeti Muhammed ka thënë: dinari më i mirë që një burr mund të shpenzojë është ai që e shpenzon për familjen e tij. Çdo pikë djerse që bie nga balli i një burri për të mbrojtur familjen e tij nga varfëria, shpërblehet nga Allahu. Për gratë që ndihen të vetmuara, dëgjoni me kujdes. Është plotësisht në rregull të dëshironi kohën e bashkëshortit tuaj, por mos e krahasoni jetën tuaj reale me fotot e pushimeve të tjerëve në rrjetet sociale. Vlerësoni ushqimin halal që ai sjell në tryezën tuaj. Një burr i lodhur që kujdeset për ju është një bekim i madh në një botë plot me premtime të thyera. Cilat janë mendimet tuaja për këtë? Më tregoni në komente. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni.